Kështu na ka mësu, edhe Hazreti Musa a.s. e boni një të mirë, e pastaj ngriti duar drejt qiellit dhe tha: O Zoti im, çfarë do që të më japësh prej mirësisë tënde, unë jam nevojtar. O Zot, çfarë do që të më japësh nga mirësitë tua, unë jam nevojtar. Nuk perëndoi dielli, dashurit e mi, nuk perëndoi dielli i asaj dite, përveç se Hazreti Musa a.s. u bë me shtëpi, me punë dhe me familje. Hala pa u perëndu dielli. Allahu Dhul Gjelali a jep që të trijat Hazreti Musës a.s. E për këtë na mëson këtë. Çdo hall breng që mund ta kemi ne, mas pari ne ta bojmë një të mirë, pasi që ta përfundojmë atë mirë, t'i ngrejmë durt lart Zotit dhe t'ja kërkojmë atë që ona po ti kemi nevojë imediate.